Çdo e vërtet ka një anë të errët. Një anë Histogri në Top Albania Radio. Përshëndetje gjithëve. Takohemi sërish tek Histogri, programi që këtë sezon në radio sjell docu-series të cilat bazohen tek ana më e panjohur e personazheve që kanë lënë gjurmë në historinë e muzikës, filmit, sportit apo politikës. Apo qoftë edhe ngjarje dhe histori që kanë anën e tyre të errët, të panjohur, por që gjithmonë kanë një shpjegim nga pas. Nga insightet tona në podcastet e Spotify, ku Histogri së bashku me shumë programe të tjera të Top Albania Radios vendosen çdo javë, episodet e mëparshme janë dëgjuar mira herë këto 3 javë, dhe për këtë jemi të kënaqur. Unë uroj që kjo javë të ketë shkuar mirë për të gjithë, edhe pse kur po ham vapën dhe diellin e korrikut, apo po jetojmë verën gati normale, zërat se një varianti Delta po kërcënon sërish për një vjesht të pazakont këtë vit, duket se janë shtuar më shumë se kurrë dhe si gjithmonë vinë nga bota, sepse deri tek ne kanë bërritur zëra le themi të izoluar dhe për lirinë që kemi fituar, as na ka hyrë në vesh akoma se diçka e sikletshme prap mund na prishi rehatin. Edhe pse për të thënë vërtetën, nuk është se s'kemi ditur ta mbajmë rehatin ton apo ta përshtasim me gjithë kufizimet që me një sy shihen dhe me një dorë zbatohen. Por kjo është tjetër histori. Dhe tek histori do të qëndrojmë, si çdo javë, tek ato që marrin vëmendje dhe tek ato që në çdo kohë kur tregojnë ka detaje për të cilat japin mundësi për të thelluar dhe për të zbuluar më shumë. Unë sot doja të sillja historinë e një nga zërave më të bukur të muzikës në botë. Okej, tani, unë duhet të bëj një shpjegim paraprakisht. Mund vëbas se ka nga ata që po dëgjojnë radion tani që emrin e saj jo detyrimisht mund ta kenë dëgjuar apo ta kenë familjar. Dhe në fakt është e kuptueshme, janë gjenerata e re dhe përtej millennials madje. Gjenerata Z që hiq faktin se mund ta kenë hasur në muzikë, këngët e saj, dikur i kanë pëlqyer prindërve, pjesa tjetër me shumë gjas as nuk e njeh fare. Sepse koha bën veten. Aq më shumë kur një zë i mrekullueshëm si i saj i ikën botës në tetor të vitit 1963. Çfarë ngelet më pas? Mbetet historia, ana e panjohur dhe drithijet e dikujt që jetën nuk e pati kurrë një rrugë me trëndafila. Përkundrazi. Unë jam Eno Popi, së bashku me Saix, sot do të tregojmë historinë e Edith Piaf. Histogri në Top Albania Radio. Pra historia që do të dëgjoni sot është dramatike, por njëkohësisht dhe e bukur, sepse është historia e yllit muzikës, në përpjekje të gjithjetshme për të shndritur fort, pavarësisht jetës së pa fatkeqësive dhe peripecive për të mbijetuar. E për të gjithave emri i saj qëndroi lart sepse në fundit mbetet ylli i muzikës franceze. Ajo është Edith Piaf. Mbiemri i saj Piaf në argot përkthehet Harabel. Argot në fakt nuk është një gjuhë, por është një zhargon i të folurës së rrugës në Francë. Është një gjuhë e krijuar në mjediset e shtresës së ulët dhe kriminalet të Parisit. Fjalë të krijuara në mënyrë që autoritetet dhe policët mos kuptonin atë që flisnin kriminalët, grabitësit dhe lypsit e rrugës së kryeqytetit francez. Pra në zhargonin argot, Piaf do të thotë Harabel, që në fakt ka 2 kuptime kaq thelbësore për personazhin. E para nga ana e jashtme, një zog i vogël dhe i brisht i ekspozuar gjithnjë ndaj rrezikut, dhe e dyta, thjesht një Harabel, që këndon bukur dhe tërheq natyrshëm vëmendjen. Pra Edith Giovanna Garçon është një grua trup vogël, fiks si një Harabel, por edhe një nga zërat më të mrekullueshëm që historia e botës ka njohur. Për shembull, kur ajo këndonte në Carnegie Hall në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, publiku edhe pse nuk kuptonte asnjë fjalë frëngjisht, brohoriste në delir vetëm për zërin e bukur, ngritur në këmbë 20 minuta. Net pafund të suksesshme edhe në vendlindjen e saj në Paris, dhe duetet kërkuara nga këngëtarët më të njohur francez të pas luftës së dytë botërore. Kur flitet për Edith Piaf, të gjithë bien dakord se askush si ajo nuk përmbledh dot dashurinë, dëshpërimin, lumturinë dhe urrëtitjen, shpesh në të njëjtën këngë dhe me të njëjtin intensitet. Ka një zë e vogla Edith që shtrihet si një tonalitet që duket i pafundëm. Nis si një vokal i gërvishtur rock agresiv, por mëtej shtrihet dhe bëhet i ëmbël, i lehtë dhe i holl. Është sikur ajo të ketë patur një instrument në gryk që tingëllon perfekt ashtu siç ajo dëshiron, ashtu siç bëjnë zogjt, harabelat. Dhe publiku e adhuronte për këtë.
E adhuronte kur dëgjonte live apo në radio, apo e dëgjonte në skena. Këtë pjesë e njeh shumë mirë se si këndonte Edith Piaf. Piaf është nga ato vlera artistike që pati sukses të jashtëzakonshëm ndërkombëtar, dhe fama e saj nuk mbeti vetëm në Francë. Por kur një yll muzike i ka të gjitha këto vlera, pse vazhdimisht policët, mjekët, ambulanca gjenden vazhdimisht përpara apartamentit të saj në Paris? Përse ajo befas e gjente veten në spital dhe mjekët bënin pamundurën për ta sjellë në jetë pasi ajo kishte marrë një bidoz morfine, apo herët e tjera ishte buz varrit. Dhe këtu nis ana e errët. Ajo pak e folur e njerëzve që suksesin e kanë në dorë, por vazhdimisht kanë tentativa vetvrasjeje apo vetshkatruese. Kanë një anë gri të jetës që nuk ju njihet plotësisht nga publiku. Pjesa e errët e jetës së një diva. Ka plot muzikantë dhe artistë që kanë patur një jetë të trazuar dhe me probleme personale që nga fëmijëria, si për shembull yjet e muzikës zezë, Billie Holiday apo James Brown. Por ata që jetuan shumë afër Edith Giovanna Garçon, e rrëfejnë jetën e saj si shumë të vështirë deri në skamje. Edith nuk lindi në ndonjë barak në buzëllumit Mississippi apo për shembull si getot e zezakëve në New York. Lindi në mes të rrugës. Në mes të rrugës, poshtë një shtylle elektrike. Dy prindrit e saj ishin dy artistë të varfër dhe të marginalizuar si artistë rruge. Babai Louis Alphonse Garçon, akrobat cirku, dhe mamaja Aneta Jovan Millard, këngëtare nëpër kafene dhe pazare të hapura në Paris. Pra e gjithë kjo, panorama e Parisit viteve 1920. Familja Edith Piaf jetonte në Belleville, një nga lagjet më të popularizuara të Parisit. Një nga zonat shumë ngjyrshe në Francë, por për çiftin Garçon, zona më e varfër duke qenë se ishin edhe pa shtëpi. Edith lind saktësisht në Rue de Belleville. Tamam është një trotuar ku ule ëma nga që e kapën dhimbjet e lindjes dhe për të sjellë në jetë foshnjën e ndihmoi një policë rastësor që po kalonte rrugën. Që në ditët e para të jetës, prindrit vendosën të mos ta mbajnë afër vetes. Babai i saj gjithnjë në lëvizje niset ushtar në luftën e parë botërore, ndërsa mamaja e lë të voglën tek e ëma, pra tek gjyshja. Një zonjë me origjinë marokene që quhej Aisha, por në Francë e thërrisnin të gjithë Emma. Por kjo e fundit nuk është se ishte gjyshja model, sepse nuk para i kushtoi vëmendje dhe kujdes edhe kur babai Louis kthehet nga lufta, gjen Edith Piaf një fëmijë të dobët, raketik, të paushqyer dhe shumë të pisët. Zoti Garçon e merr të bien dhe e dërgon tek mamaja e tij, e cila jetonte në Normandi, në qytetin Berth. Kjo gjyshe është pak më e mirë për mënyrën se si trajton Edith, por ambienti ku fëmia rritet nuk është ideali për një fëmijë. Sepse cili ishte zanati i gjyshes? Pronarja e një bordelloje. Histogri në Top Albania Radio. Në jetë janë disa fate që diku takohen. Fiksi mamaja e saj, për pak kohë Edith fëmijë bën artiste në rrugës. Ajo endet nëpër Paris bashkë me tatin duke kënduar nëpër sheshe apo tregje ku mblidheshin njerëz. Dhe i bie në sy të gjithëve, sepse fëmia me zot fort dhe trupi mcak, edhe pse kalonin vitet dhe Piaf rritej, ajo duke ende e vogël, dhe nuk ishte eksperte në këndim, zëri i saj ishte aq i veçantë sa të gjithë ndalonin përpara saj dhe e dëgjonin. Në atë kohë Franca sapo kishte dalë nga lufta e parë botërore, të cilën Franca e fitoi dhe ishte e mbushur plot me shpirt patriotik, ndaj dhe këngët që këndonte e vogla Edith Piaf në atë kohë ishin, si për shembull Marseillaisen, me shpirt patriotik. Gloire est arrivée contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Zëri që dëgjuat është një skenim gati perfekt që i është bërë personazhit Edith Piaf në filmin e vitit 2007 La Vie en Rose, ku Marion Cotillard, nëse ka një prej roleve të jetës që ka arrirë jashtëzakonisht mirë, është interpretimi i Edith Piaf në filmin në fjalë.
Por kthehemi pak tek Edith. Edith Piaf nuk ishte si mamaja e saj, po fare. Sepse Aneta, mamaja, nuk ishte vokalin, fuqinë dhe vendosmërinë e të bijës. Shtat shkurtër, por me një forcë të jashtëzakonshme të brendshme që askujt nuk mund t'i shpëtonte pa e pikasur. Kështu një ditë teksa Edith po këndonte në zonën e Champs-Élysées, i kalon fare pranë një zotëri elegant që nis ta dëgjoi më nga afër me vëmendje. Ai zgjat Piafit një kartë monedhe 10 franga dhe një letër me emrin dhe adresën e tij. Vendi i shkruar ishte Club Gérami, një kabare e cila ndodhej shumë pranë qendrës Parisit. Zotëria Louis Leplay ishte pronari i një klubi dhe kërkon që Edith Piaf të bëjë një audicion për të. Dhe në fakt ashtu ndodh. Edith shkon dhe nga ai moment jeta e saj ndryshoi. Pasi e dëgjon, Louis Leplay bindet se ai zë nuk mund t'i shpëtonte dot dhe vendos ta punsoj. Ama mbiemri i saj Garçon do duhet hiqej. Dhe kushti që i vendos ishte se mbiemri Garçon tingëllon shumë anonim, prandaj në atë moment ai vendos ta pagëzoj Edith Piaf. Dhe pasi e shndroi në Harabel, zënjusha duhet bërë patjetër dhe ylli i muzikës, kështu që Louis u angazhua vetë për këtë gjë. Edhe pse nuk kërkoi shumë mund, sepse Edith Piaf ishte një yll që sapo zbuloi. Dhe që në daljen e saj të parë, që kur në reklamat ndriçuese të Parisit lajmëroi se do të këndonte Mon Piaf, Edith mori vëmendje maksimale. Klientët e zakonshëm jo vetëm që populluan kabaren, por filloi u hap fjala se një zë i bukur këndonte diku në Paris. Dhe ajo sa niste të këndonte, merrte duar trokitje të forta. Dal nga dal nisën dhe ofertat nga kompozitorë që nisën të shkruanin muzikë për të. Ajo po ashtu mori dhe admirimin e këngëtarëve të njohur të asaj kohe në Francë si Maurice Chalavet apo Mistinguet. Dhe kur u publikua disku i saj i parë, u shndrua në një sukses të menjëhershëm, pra një yll në ngjitje i muzikës. Por për Edith Piaf, gjërat në fakt nuk shkojnë vaj. Karriera filloi t'i shndriste, por jeta krejt ndryshe. Në prill të vitit 1936, menaxheri i saj, Louis Leplay, gjendet i pajet në dyshemena e apartamentit, i qelluar me një plumë në kokë. Një vrasje e pastër, e njëjtë si në romanet me kriminal, ku autori i vrasjes dyshoi një nga gangsterët e Parisit, një nga ata tipa tegër me të cilin këngëtarja Edith Piaf kishte nisur një lidhje intime. Histogri në Top Albania Radio. Për thënë vërtetën, Edith nuk ka patur fat me meshkujt asnjëherë, edhe pse ajo i ka dashur. Meshkujt e jetës së saj ishin të rëndësishëm, njerëz me pushtet, por edhe tërheqës dhe të pashëm. Ndërsa ajo jo në fakt. Ajo nuk ishte e bukur. Me një kokë të madhe, me një trup të vogël, me pak shpatulla, e plakur shpejt edhe e kuptueshme kjo fill pas halleve dhe peripecive të jetës. Madje kur ishte e vogël mendoni që nga mosha 7 deri në 10 vjeç pati humbur dhe shikimin si pasojë e një infeksioni në sy, Edith vuante nga artriti, që e kishte krusur dhe deformuar deri tek duart. Ndaj dhe meshkujt gjithmonë e linin. Sidoqoftë, kishte një bukuri të rrallë Edith, sidomos kur këndonte, dhe që edhe pse mund të mos ngjante si një grua jo e pashme, ajo merrte një tjetër nur kur interpretonte. Ama ajo kishte një karakter të vendosur, që të mos thyej dhe të mos dorëzohej pavarësisht dështimeve edhe me meshkujt, me të cilët raportet i zgjasnin fare pak. Mendoni pak, dashurinë e parë takon në moshën 17 vjeç. I rastis një djalë murator që nuk donte fare që Edith Piaf të këndonte, por i kërkoi të ishte punëtore si të gjitha vajzat e tjera në fabrik. Edhe pse Piaf i reziston kërkesës, ajo mbetet shtatzën dhe pa mbushur të 20-tat, sjell në jetë një vajzë, Mono Mase. Fëmia i saj vdes 2 vjeç nga meningiti, dhe ndërkohë martesa i shkatërrohet. Dashuria e saj e dytë ishte Albert, një tutor prostitutash në Paris, që kërkon nga Edith Piaf të dilte në trotuar, por kjo nuk ndodhi. Por më pas, i erdhi suksesi dhe fama me një të dashur që ishte një tjetër sëre e një tjetër lloj. Mes shumë raporte zhveçohet njëri, ai me një djalosh të bukur dhe shumë të suksesshëm, aktorin Yves Montand. Në nisje, historia e dashurisë ishte e fortë, madje edhe kur këndonin bashkë, kuptoi gati tërheqja magnetike që kishin ndaj njëri tjetrit. Por shkëlqen edhe ylli për djaloshin Yves Montand dhe ai e braktis. Dhe pas t'i vjen Marcel Seda. Ajo mbeti harabel me trupe dhe me një zë të vogël, ndërsa ai ishte një trup madh. Ai ishte një boksier, kampioni i botës për peshat e rënda,
siç u thash trup madh I fort, e quanin ndryshe bomberi maroken, prej origjinës tij dhe nuk e lidhte asgjë me botën e artit përveç marrëdhënies me Edith Piaf, me të cilën historia vazhdoi për disa kohë, por jo gjatë. Edhe këtu ajo ishte e pafat, sepse as këtë dashuri nuk e mbajti dot. Edith Piaf ndodhej për disa koncerte në Amerikë dhe kur këndonte në New York, ai merr avionin nga Parisi që të shkonte të takonte të dashurën, por avionin rrëzohet mbi ishujt Azore dhe I dashuri vdes së bashku me 49 pasagjerë të tjerë. Edhe pse mori lajmin, ajo doli të këndoi. Edhe publiku amerikan e mësoi lajmin, por kuptoi se në fakt po dëgjonte një këngëtare në dhimbje dhe fatkeqësi, që më shumë qante të dashurin se sa performonte këngët e saj atë natë live. Edith në fakt qante fatin e saj. Ishte e madhe si artiste, por fatkeqe në jetë. Disa biograf personale kanë cilësuar edhe si yllin e mallkuar, dhe në këtë pikë, si mund të shndrojë tjetër veç se në të alkolizuar dhe të droguar. Morfina fillon të hyj pa hesap në jetën e saj. Disa herë tentoi vetvrasjen me doza qetësuesish. Morfinën nisi ta merrte për dhimbjet e artritit fillimisht, por filloi ta përdorte për të harruar disfatat, dhimbjet sentimentale, stresin dhe jetën që I kthehej vazhdimisht kundër. Histogri në Top Albania Radio. Ana e errët e Edith Piaf. Ajo që njerëzit nuk ja njohin, fundja nuk ishin pse. Ata e shihnin në skenë, e duar trokisnin dhe kaq. Pak njerëz mbante Edith Piaf rreth vetes. Pak nga ata që t'i shisnin jetën, fjala vjen për dallavere qyteti apo për konsum tavolinash. Si për shembull, sikur ta marrim në kohët që jetojmë, që këtë e bëjnë më së shumti këto gazetarët në thonjzat showbizit, që kanë shoqëri me të gjithë, por ua bëjnë jetën pazar po aq të gjithëve. Por kjo është një gjë pa rëndësi, kështu që vazhdojmë. Charles Aznavour, një nga emrat më të mëdhenj të muzikës franceze. Ja pra një prej njerëzve që ka qëndruar shumë afër, ka qenë shoferi dhe shoqëruesi I Edith Piaf. Ai në një biografi të shkruar me dorën e tij, pra jo një histori gazetash, kujton se në një aksident me makinë, këngëtarja theu 2 brinjë dhe dorën. Dhe filloi të merrte morfin me doza të shtuara vetëm për një arsye, të mos anullonte koncertet e mbrëmjeve ku njerëzit e adhuronin dhe duar trokisnin. Sidomos, suksesi I saj, Maja t'i arriti me këngën më ikonike të francezëve pas luftës dytë botërore, La Vie en Rose. La vie en rose, la 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 la. Kjo këngë, pikërisht kjo këngë, ka mira covera në botë dhe është interpretuar nga talentet e reja në muzikë deri tek emrat më të mëdhenj të saj. Në këngët e saj Edith Piaf këndon me forcë dhe tregon se nuk dorëzohet së dashuruari. Il faut qu'il y ait absolument dans une chanson d'amour. Eh bien, je crois que aussi bien l'auteur que le compositeur doit être un amoureux dans la vie. Sinon, il ne peut pas écrire de chansons d'amour. Que l'auteur soit amoureux. Mais vous, lorsque vous chantez, chantez-vous mieux lorsque vous êtes amoureuse? Ah, même je suis toujours amoureuse. Je ne me connais pas de moment où je ne suis pas. Por ajo vërtet e bëri këtë. Megjithëse dashuria kurrë nuk e kthye mbrapsht. Dhe ndoshta për këtë ajo u plak shpejt dhe u bë një grusht. E megjithatë në një shpërthim vokal të tillë, ajo mbeti një yll I pashuar I muzikës. Një astrofizikante ruse, fansja e saj zbuloi diku në vitet 80 një planet të ri dhe I vuri emrin e yllit muzikës. Planeti 3772 në univers quhet ndryshe Edith Piaf. Edith Piaf vdiq në 10 tetor të vitit 1963, kur nuk I kishte mbushur ende 50 vjeç. Jeta për njerëzit e njohur, ata me famë për te I vendit prej nga vinë, për njerëzit e tjerë, për njerëzit e thjeshtë që I pëlqejnë njihet pak, madje në qindra raste personalitetesh botërore, imazhi I krijuar është shumë afër perfektes për njerëzit e thjeshtë. Gati intriga më interesante që ata thurin për të mos prekur anën gri, anën e errët, anën e tyre personale, të cilën ata vendosin ta flasin hapur kur duan dhe publiku pastaj e dëgjon me interes. Dhe dua ta mbyll ashtu siç e nisa. Unë nuk kam habi që sot në 2021-shin gjithnjë më pak e njohin Edith Piaf si figurë. Okej, krejt normale në një cikël jete që vazhdon, por ama unë këtë nuk ja kuptoj dot francezëve. Në një anketim të vitit 2019 për këngëtarët e shekullit 20, vetëm 32% e të rinjve francezë mes moshës 17 dhe 33 vjeç e njihnin apo së paku e kishin dëgjuar një herë Edith Piaf. Apo
të ngjashëm të Edith Piaf, dhe timi. Megjithatë këto janë hallet e francezëve. Sepse ironikisht dikush i po më dëgjon tani mund të mendoj të njëjtën gjë që më kaloi mua në kokë teksa po citoja këtë studim të francezëve. Po tek ne. Kur tek ne memoria kolektive për ngjarje dhe njerëz më recent duket sikur nuk funksionon, ç'na duhet që merremi me Francën dhe me amnezinë e tyre? Dhe drejt, ndoshta jemi edhe ne më gri në këtë drejtim. Okej, kaq për sot. Javën e ardhshme jeta e Marlon Brando. Dhe nëse edhe këtë nuk e njihni, pyesni mamin dhe babin se e sigurt që e kanë pas qef pafund në rinin e tyre. Fundjavë të bukur gjithëve. Dëgjohemi të shtunën tjetër. Natën e mirë. Histogri në Top Albania Radio.